Gjykata speciale e Hagës mbajti sot ditën e 4 të fazës përfundimtare të procesit më të madh gjyqësor në Hagë për akuzat ndaj 4 ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçin, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli e Recep Selimi, të cilët po mbahen në Hagë që nga nëntori i vitit 2020. Ndërkaq pas ditës së djeshme dhe fjalës së mbrojtjes së ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, sot në gjykatën speciale në Hagë, avokati i Kadri Veselit, Rodney Dixon, ka vijuar fjalën përfundimtare. Dixon në fjalën e tij është shprehur se Kadri Veseli është tërësisht i pafajshëm dhe se i njëjti nuk është i përfshirë në asnjërin prej aktakuzave me të cilat e ngarkon ZPS-ja. Tutje avokati Dixon është shprehur se Veseli meriton gjykim të drejtë dhe të duhur. Ai duhet të lirohet dhe të shpallet i pafajshëm për të gjitha akuzat, ndryshe do të ishte një padrejtësi e madhe. Kujtojmë se në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, nga dita e hënë kanë nisur deklaratat përmbyllëse të palëve në procesin më të madh gjyqësor që po zhvillohet atje. Këto deklarata kanë filluar nga zyra e prokurorit të specializuar, ku krye prokurorja Kimberly West ka kërkuar dënime 45 vjet burg për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin.